3, 4, thuj. A jena gati? Po, gati. Okej. A e dini që sipas raporteve financiare të partive politike në vitin 2025, veç 15 kompani kanë dhënë donacione politike. Ama ato bashk e përbajnë gati 20% të krejt vlerës së financimit politik. Çka i bën kjo? Një numër shumë i vogël biznesesh kanë peshë goxha të madhe në financimin e politikës. Edhe normalisht këtu lindin pyetjet: apo investohet në ndikimin politik, apo tentohet me kriju qasje më të afërt me vendimarrjen, a priten favoret ekonomike mas zgjedhjes, tender, leje, licenca, partneritete, apo ndikime me vendime të caktume. Ama ka edhe një perspektiv tjetër interesante. Në shumicën e vendeve, bizneset japin ma shumë donacione politike se sa individ. E tena, ndodhe kundërta, shumica donacioneve rreth 80% e vlerës bëhet prej individëve. Edhe kjo hap ma shumë pyetje. A kemi ma shumë klientelizëm individual, ma shumë nepotizëm, ma shumë rjete partijake e favore personale? Se nëse bizneset nuk shfaqen direkt si donator, kjo s'do me thonë automatikisht që ndikimi ekonomik nuk ekziston. Ndoshta, veç po fshihet mas familjarëve, ortakve, punëtorëve apo njerëzve të afërt me partitë. Edhe bashkë këtu hyn rëndësia e ndërlidhjes së të dhënave. Se pa i lidh financimin politik, bizneset dhe të dhënat për integritetin, qytetarët s'munden me kuptu kur kush po financon realisht në ndikimin politik.